Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj U18 po bën një prezantim të mirë në turneun ndërkombëtar të FIBA U18 Eurobasket 2026, divizioni C, që po zhvillohet në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës, mes 8 ekipeve konkurruese, ku qezinte e drejtuar nga trajneri Besim Dervishaj në fazën e parë regjistruan 2 fitore dhe 1 humbje. Fituan sfidën e parë me kombëtaren e San Marinos, humbën të dytën me Maltën dhe fituan të tretën ndaj Moldavisë. Përballja me Moldavë shfaqi kuqezi dominues që nga minuta e parë dhe deri në fund, duke mbyllur të gjithë ndeshjen me fitoren në thellë 76 me 54. Kjo moshë është një moshë delikate, pak fëmijët duhet të kenë përqendrimin maksimal gjatë gjithë kohës që japin një rezultat shumë të mirë. Fitoria e parë me San Marino ishte shumë e bukur, u krijuan dhe atmosfera të ndryshme në Pallat Sportit sepse rezultati arriti mbi 100 pikë. Ditën e dytë patëm, siç thash përpara, me Maltën një bllokim, por sot djem treguan që kanë karakter për të luftuar. Na u donin plus 14 pikë. Ky objektivi jon ishte që loja fillon 0-14 për kundërshtarin. Ju ne do të kalonim 14 pikë që të fitonin. Kështu që do ta marrim kontroll patjetër te 20 pikë, 18 pikë. Për trajnerin Dervishaj, pika më e fortë në fitoren ndaj Moldavisë ishte fryma e ekipit. Sot pika më e fortë e skuadrës ishte grupi, që dje nuk ekzistoi fare, sot ekzistoi grupi, dje bashkëpunuan shumë mirë me njëri tjetrin dhe e arritën qëllimin. Por sot deri ku mund shkojë kjo Shqipëri në këtë turne? Atëherë, këto mosha janë shumë delikate, thashë edhe më parë, sepse përgatitjet janë shumë shkurtra, lojtarët vinë nga ekipe të ndryshme, ne kemi disa lojtarë që luajnë nga jashtë dhe është shumë kohë e shkurtër që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Kombëtarja mund të shkojë deri në fund, por mund të ndalojë edhe këtu ku është. Kështu që shpresojmë të bëjmë një punë të mirë të paraqitemi si sot dhe të arrijmë fundin.